Më lejoni që në pikat shkurtëra në këtë 30 minutësh të dersit para gjumas të paraqesim disa sekuenca, disa mesazhe, disa këshilla që na që të gjithë kemi nevojë do thot për to. Dashurit e mi, është e pamundur ta bindim brezin e ri se arsimimi është çelësi i sigurisë dhe i suksesit. Për sa kohë që për rreth nesh ka të diplomuar të varfër dhe ka hajdut shumë të pasën. Është shumë vështirë, mi thonë djalit, vajzës, vllaut, motrës, triu, trejes, në ngreto mësë. Shko në librari dhe lexo. Shko në sallën e leximit dhe kaq orë mos u kthe në banesë në shtëpi. Mirë, po përgatitu, lexo, mëso dhe studio. Shumë po e kemi vështirë me i bind. Përderisa po thojnë, po na jemi të rrethum me të arsimuar, me njerëz të ditur, por janë të varfër. Kurse hajdutët janë të pasën. Ata që nuk e kanë shkelë dhe nuk po e shkelin alborrin e shkollës, janë shumë të pasën. Në krahasim me këta tjerët të cilët e kanë shkel, po lexojnë, po mësojnë, po studiojnë, mirë po mbesin të varfër. Dashurit e mi, ne u themi që pasunia më e madhe nuk është në xhepa. Pasunia më e madhe është në mendje e është në shpirt. Ne u themi që pasunia më e madhe është në të menduar, në organizimin e jetës, në zgjidhjet e problemeve të jetës, se sa ta kesh xhepin apo gjërologarin për plot, mirë po mos t'jesh ballë hapur për dalë, për të komuniku, për të taku me të gjithë njerëzit. Ne u themi që më e mirë është një dije. Më e mirë është një dije, një edukat, një kulturë, një qytetërim, një civilizim, se sa ta kesh tër dynjon tonën, mirë po të dhash kohje të gabuar të gjithë asaj pasurisë. Ne u themi që patjetër duhet ketë pasuria, patjetër duhet jetë pasuria. Mirë po nëse pasuria është në dorën e ignorantit, në dorën e të ligut, në dorën që jep kohje të lig dhe të keqe pasurisë, ajo pasuri do të bëhet shkatërrimtare për familjen e tij, për pasardhësit e tij, për dynjan e tij dhe për ahiretin. Kurse kur ta kesh diturinë, kur ta kesh aspektin intelektual, do të dish ta menaxhosh dhe do të dish ta përdorësh atë. Të dashurit e mi, feja kërkon mendje që kupton. Feja kërkon mendje që kupton. Thot njëri prej dietarëve, kam parë disa njerëz që punojnë me sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. E që fatkeqësisht është ndarë kjo mendje se ne punojmë me sunetin, këta tjerë nuk punojnë me sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çdo besimtar, çdo besim drejt, vetëm në varet ngritja apo nivelit intelektual, sepse çdo fetar i mirëfillt ai e përfill dhe duhet ta përfill sunetin, traditën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, po jo siç i kanë tek dikujna. Mirë, po si kur ka dash Muhammed Mustafaja dhe si kur ka dash ulemaja e ndritur,
jo si kur kanë dash dhe po dojnë fanatikët, mirë po si kur kanë dash dhe si dojnë dietarët e kalibrit të lartë islam. Dhe që kanë fuqi të jashtëzakonshme në përvetësimin e zinxhirit të transmetimeve apo të përmbajtjes së tyre, por mendjet e tyre në të kuptuar janë zero. Ne po ballafaqohemi sot me këta të cilët ja kanë nxjerrë vetës target, se vetëm na jemi pasues të Muhamedit alayhi salatu wasalam, të tjerët ju. Janë shumë ndoshta të mirë në zinxhirin e transmetimit, mirë po në mendjet e tyre dhe në të kuptuarit e tyre po thuaj se janë zero. Gjithashtu edhe mendjet e tyre kuranore janë pa gjë. Këta tipa në fushën e jurisprudencës islame, në fushën e fikut, janë edhe më të rrezikshëm dhe e keqja atyre është më e madhe. Këtu është problemi, pastaj bëhet e rëndon barrën edhe më shumë në jurisprudencë. Kur ta nxjerrësh në pa dhe don ta vendosësh në praktik dhe don ta futësh në funksion, në përdorim, kur mungon mendja e ndritur dhe të kuptuarit e drejt, zinxhiri ma shumë po shkatron se sa që po ndërton. Thot ky Muhammad El Ghazali, unë jam i mendimit se ndjekja imamëve të hershëm dhe pasimi i tyre është më i mirë se pasimi i tipave të këtill të sodit. Shumë më mirë, shumë më drejt, shumë më stabil kemi qenë dhe do të jemi nëse i ndjekmi hoxhallarët që kanë qenë më herët, dietarët të cilët kanë qenë më herët. Shumë kanë qenë mendje ndritur, kanë pas për target unifikimin e xhamatit, unifikimin e masës, të njerëzve në përgjithësi, jo të tipave të këtill që në mes sabah ngritet edhe fillon duke ofendu dietar, duke ofendu do thot xhamatli, duke ofendu pasues, duke ofendu rini, edhe duke i nxjerr kret do thot dikun tjetër, vetëm vetin do thot në xhennet. Thot shumë më mirë është me i pasu ata që i kemi pasën mësuesat tonë, sepse tipat e këtyll të kësaj kohe. E treta, dashurit e mi, Alia Izet Begović, një presi shumë i drejt, jo vetëm i Ballkanit e Evropës, mirë po i cili u ka dhënë leksion edhe gjithë prisave musliman të botës islame në përgjithësi. Ai thot, një brez i vetëm që është edukuar me besim të sinqert, është plotësisht i aftë të ngrej lart çështjet e islamit, më shumë se sa 10 breza që vinë pas ti nëse janë thjesht vetëm pasues të islamit. Dikush është vetëm pasues. Sa dush breza le të vinë, vetëm pasues pak është. Është çështja që na u duhen njerëz të ditur, të sinqert, të njerëz që e kanë bazën e fortë, edhe të prejardhjes së tyre familjare, e kanë vizionin dhe planin për jetë të qartë dhe të pastërt, nuk ju rrim mbrapa askujt, as nuk ja kanë qitë targetin për mrrinja atje mendimin e dikujt. Mirë po janë të kristalt në njetin, në qëllimin, në vizionin dhe në punën dhe në angazhimin e tyre. Të dashurit e mi, thot njëri nga dietarët Malik ibn Nebi, Allahu e mëshiroft, një mendimtar algjerian, thot, Allahu e vrafti ignorancën. Sikur që edhe na lutemi sot. Allahu e vrafti ignorancën. Amo cilën ignorancë? Ignorancën të cilën të zotit e saj e kanë vesh me robën e dijes.
Allahu e vraft këtë ignorancë që cilën të zotët e saj e kanë vesh me robën e dijes. Shumë ignoranti është duke e bartë robën e dijes. Shumë ignoranti. Në botën evropiane, jo dhe larg para disa viteve, kur e kam bojt dikush mjekrën, e kam bojt kur është pyet për çka, thot po du me ingjasu filan dietarit musliman. Kur e ka vesh një robë të muslimanve, ka thonë arsyeja për çka, ti si je musliman, thot po du me ingjasu filan dietarit musliman. Me një fjalë kanë qenë disa shenja që kanë të regu nivelin intelektual të tij apo të saj. Sot, veshët roba, ama e vesh ignoranti dhe lavdrohet vetëm me robë, jo me dije. Sot mundet më lëshua, mundet mirë po e lëshon për qëllime me u duk, jo do të thot me vërtetu diçka që unë e posedoj. Andaj ky me të drejtë thot Allahu e vraft ignorancën të cilën të zotët e saj e kanë vesh me robën e diturit. Sa të këtillin e kemi sot. Kjo lloj dije thot është më e rrezikshme për shoqërinë se sa ignoranca e masave. Sepse ignoranca e masave është e qartë, e dukshme dhe e lehtë për të shëru, ndërsa e para është e fshehur, e mbështjellur me robën e të diturve. Është mashtrim i pseu të diturve. Për këtë dashurit e mi, neve shumë duhet të jemi të kujdesshëm. Jo të identifikojmë njerëzit vetëm përmes veshjeve edhe përmes asaj çka bartin në trup, në fizikun e tyre. Mirë, po të jemi shumë larg pamës për ta identifiku qëllimin, peshën e mendjes ti, për t'i njoftë mësuesit e ti, nxënësit e ti, të kalumën e ti, edhe vizionin për të ardhmen e ti, për dynja dhe për ahiret. Atëherë, ne duhet të gjykojmë apo të flasim do thot për dikën. Të dashurit e mi, e katërta me radh, thot, njëri prej dietarëve thot nuk mund të vdes ai në atë mënyrë. Kush? I janë ardhën dikush dhe i thot, ka vdek Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha, ka qenë janë për dietarëve të mëdhej të asaj kohe. A i tha si ka vdek. Tha në imam, është shem shtëpia dhe gërmadhat i kanë rasipër, kanë zonë dhe ka vdek. Imam i thot, nuk është e mundur kjo. Nuk e pranon Allahu ati qofshëm i fal, që të vdes njeriu i këtill në këtë formë. Thonë imam, po e ka ndodhë, u orëzu shtëpia, e njëri është, thot më shpejt, me ungrit, edhe me jahjek ato që i kanë rasipër. Dhe filloj njerëzit gërmuan në rënoja dhe nxarrën Ibrahimin të gjallë. Pa as një thyrje në trupin e tij dhe pa as një plag, as në fytyrën e tina. I thanë këtij dietarit, si e ditë se ai nuk ka vdekur në rënoja. Tha, sepse ai ka qenë njeri që ka mbajtur lidhjet farefisnore në formën më të mirë të mundshme. Njeri i këtill është i mbrojtur nga një vdekje e keqe apo e ngjajshme sikur kjo. O Zoti i Madh. O Zoti i Madh, sa madhore. Allahu e ka marrë për sipër që ai njeri që mbon lidhje mas pari me prind,
Se na ma herët kemi fol mojt raportet me kojshije, mi mojt raportet, po këto s'du të me ra në diskutim, me kusherie, ona u ka gushtu rejthe e dashurit e mi mojt raportet sot me bab me non, mi mojt raportet me gru me fmi, mi mojt raportet me vllaj me motër, mi mojt raportet me halle me teze, e pastaj duke shku, duke u ngritën, kush i mban këtë raport, Allahu janë ndalon me pas një përfundim të këtillë si që përmendëm, apo të leg të keq. Dashurit e mi, edhe sot na kur ndëgjojmë raste nga më të ndryshme se si po i vjen dikuj fundi, dije se ka diçka aty. Sinqerisht ka diçka aty. Nëse na gjeneratat e reja nuk mujna me dit, dojmë mi pyetën prindrit e tanë se diçka ka ndodhur pak më herët, mirë po për neve ndoshta nuk është e njoftur. Të dashurit e mi, e pesta me radh, thot njëri nga dietarët bashkohor, thot një pjesë e udhëheqësve të botës. Një pjesë e udhëheqësve të botës i ngjasojnë majmunave. Inshallah s'ma merr kush për të keqe. Kur po ngatroj kanë majmunat në mesveti, po i presh kanë krejt të mbjellurat, arat, shaka mbjell. Të të marrat bananën, Allah po di, gjuj një tjetër, krejt për bajshen zdërvoje, prishin, krejt atë mbjellurën. Dhe kur po pajtojshin, i hajnë të korrurat e saj bashk. Kur po rëkshin, gjithçka po preshin. Mirë, po kur po pajtojshin, që atë që i kanë prish për hangshin vetë. Ashtë një mësim shumë i madh për gjithë neve shtresën pak më të olt, që mos më hatru fort me dikan, sepse edhe në rastin e parë edhe në dytin, të dytë ato përfitojnë vetë. E na do të thotë mundemi me hupën. Mirë, po na dojmë më kanë shumë të meqëm. Për këtë dashurit e mi, kur Jakubi alayhi salam, pejgamberi i Zotit Dhul Xhelal, thot, kam frikë për djalin e vet, për Jusufin, kam frikë se do ta hajnë ujqit. Kur i humbi Jusufi, Jakubit i humbi babës, i humbi të pamurit e syrit. Dhe kur tha, çështjen time, ja deligoj, ja lën për sipër Zotit Xhaleshanuhu e Xhale Xhelaluhu, dy gjëra ju kanë kthy Jusufit. Ju ka kthy djali Jakubit, dy gjëra ju kanë kthy. Ju ka kthy djali Jusufi dhe ju ka kthy në shiqimi. Dashurit e mi, është një mësim i madh, një mesazh i kësaj xumaje. Çështjet me i lënë dorë të Zotit. Aty ku nuk kemi na kompetencë, aty ku nuk kemi na mundësi me ndryshu, aty ku nuk mvaret as mendja jonë, as njeti jonë, as mundësia jonë, as fizika, as intelektuale, as shpirtërore, as asgjë, me ja lënë Zotit Dhul Xhelal. Po jo gjërat që na vetë duhet me punuan aty. Me ja lënë Zotit. O Zoti, ka më t'i kthy të gjitha, ato shka e dëshiron. Thot moment kur Jakubi alayhis salam ju ka dërzu Zotit dhe çështjen ja ka lënë Zotit, dy gjëra ju kanë kthy. Ju ka kthy edhe syri, loti, mërzia për evladin, po të njëjtën kohë ju ka kthyen edhe Jusufi alayhis salatu wassalam. Të dashurit e mi, e gjashta me radh, thot 4 gjëra mos i leni kurrë në jetën e juaj. 4 gjëra mos i leni kurrë. Thot e para, mos e lëreni falenderimin e pastaj në moment që ta leni falenderimin, Zoti ka me ju privuan prej shtimit. Sa i ka thonë, le in shakartum le azidannakum, nëse më falenderani, ka me javështu. Falenderani Zotin sa ma shumë. Elhamdulillah, subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahu akbar, sa ma shumë edhe dhikret tjera,
falenderoni Zotin Dhul Gjelal. Duke falenderu Zotin, Zoti ka me javështuan të gjithat mirat. Zoti ka me javështuan të gjithat mirat. E dyta, mos e anashkaloni kur në asë një formë dhikrin, përmendjen e Zotit Gjellëshanuhu e Gjellë. Se në moment kur ta anashkalojsh përmendjen e Zotit Dhul Gjelal, ka më ta anashkalu Zotit ty dhe muhe që a i më na përmend. Banement, a i ka thonë në kaptinën Al-Bekare në ajetin me numër 152, më kujtani, t'ju kujtaju në juve. Në moment që na e kujtojmë Zotin, Zotin na kujton neve. Në moment që e përmendmi Zotin, Zotin na përmend neve. Kjo madhështore, dashunit e mi, ngrit në shpresën të Zotit Dhul Gjelal. Në moment që e ke përmend Zotin, Zotit tash ato të përmend ty, me emën me mbjemën, të prindërve, të familjes tane. Në moment që e ke përmend të madhin Allah, Gjellëshanuhu e Gjellë. Mos anashkaloni kur përmendjen e Zotit. E treta, mos e lën lutjen, duan, pastaj të privohesh prej përgjigjes. Po hoq shumë bre jam të lutë. O Allahu bashkë ty dënë mas shumë ti. Arsyeja, dënë të mbaj, të lidhur me të në vazhdimsi. Allahu ta dënë, ta pëlqen, zërin tënd. Allahu Dhul Gjelal, ja paraqet në çdo moment duat, lutjet, formën qyshe din, qyshe formulan, ja paraqet me lajkeve të veta. O Zot sa madhështore, mos e ndal lutjen kur, se në qatë moment që ta ndalësh lutjen, ndalet edhe përgjigja e Zotit Dhul Gjelal. Shiqojmë unë edhe ti vetën, ndoshta ne jemi fokusu në një lutje që jemi duke ja lutë Zotit Dhul Gjelal, jemi t'ja kërku atë. Edhe jemi të thonë, po Zotit sa të mu përgjigjë. Pa ktheje kokën anën tjetër, edhe shiqoj, sot mira tjera ti ka dhonë Zotit, hish pa ja lypë. O Zotit ma, madhështore. E për këtë që ende nuk t'u ka përgjigj, janë dy shkaqe, ose aja që e përmenda dënë Zotit më të majt lidhje, ose nuk është në dobin tone apo temën. E nesër kur do dalmi para madhnis tina kemi me thonë, falenderimi të qoftë ty o Zot, që nuk mu ke përgjigj në atë dua, se po të mu përgjigj që në atë dua, ko ka ka në domin temë, të ardhjes time, të familjes time, dynjas time dhe të ahiretit tim. O Zot, në të dyat është hajri. Që në të dyat është hajri. E katërta, mos e lëni istikfarin kur. Kur mos me lëni istikfarin. Për mi kërku falje Zotit. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. E pastaj të privohesh prej shpëtimit. Në moment që e lën istikfarin, ka me mungu shpëtimi. Shumë kaderin që e ke pas, edhe ke dal, shëndosh e mirë, edhe ke pyet, si është e mundur këtë ndeshje e pata, këtë aksident trafik, këtë problematik, si unë e shpëtova nga kjo? Ashtë një përgjigje, cila istikfari jëtë edhe jemi që e kemi bon shpesh dhe e bojmë. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kur zgjohemi nga gjumi, para se me ra me fjet, kur të hypmi makinë, kur të ndalemi ata, kur të him shpe, kur dalim për shpijet, duke duke i në gjami, duke dal për i gjamiet, duke thonë astaghfirullah, 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 është benefit i madh. Në vazhdimsi i numërojmë fjallët e Zotin në Koran, 6 i ka thonë, o kultu staghfiru rabbakum innehu kana ghaffara, kërkoni falje Zotit se Zotit është falës. Në moment që të falë, yursil alejkumus samaa midrara, Allahu të shon prej qiellit bereqet, o yumditkum bi amwal, Allahu të ashton pasunin, o benin, t'jep evlad, o yaj'al lakum jannat, Allahu të ban dashur
qetë, të mirë, xhenet këtë dynja, o yaj'al lakum anhara, edhe ta jep xhenetin e botës tjetër. Përmes shkafit, përmes istighfarit që ja bojmë Zotit xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Andaj shpejtoni sa më shumë salavate Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Njëna prej kushteve më nai pranu Zotit duan me fillu me elhamdulillah falenderim Zotit, pastaj me njëherë me salavate Muhammed Mustafas, me kry duan cilën neve ja bojmë Zotit, me përfundu me falenderim Zotit dhe salavate Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi e shtata dhe e parafundit prej veçorive të Islamit është se kur dështimet dhe dhimbjet përfshin një brez të bijve të tij, lind një brez tjetër. Cili brez? Më i aftë për rezistencë. Kur dhimbja, mërzia, friga e ka kaplu një brez, pas atij brezit lind një brez tjetër më i aftë për rezistencë, më i dorushëm ndaj zullumçarve dhe më larg pamës i rrugës së suksesit. Po mdo këtë krejt gjyshërit tonë e kanë pas, babalartë e tonë, dhimbje, probleme, frikë nga okupatori, kanë lind brezat fuqishëm, të ri, të aftë, të guximshëm, të qëndrushëm, e sallën lirin. Dashurit e mi, edhe në familje, edhe në personalitet tonin, nëse ke dhimbje, ke stres, ke ngarkes, ke probleme, vallahi komentar një brezi e vladve, i nipave to, shumë i fort, shumë i suksesshëm, shumë larg pams, duro o bab, duro i nan, duro se ata fëmijë kanë më bo shumë suksesshëm. Aty e fëmijëve që Zoti javë ka marrë babën apo nanën, ata kanë më bo më të suksesshmit. Shiqani jetimët e luftës, janë më të suksesshmit. I kemi intelektuali, kemi në për polici, në për gjykata, në për ushtri, kemi në për ministri, në për komuna, arkitekta, njerëz do të thotë të zhvillimit, të ekonomijës, për çka? O Zoti nuk ndodh më të marr, më të privu me diçka, para se më ta kompenzu me ma të mirën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Andaj edhe ti prind, nëse je i lëndum, i shqetësum, ke dhimbje, ke mërzi për djalin, për vajzën, dije se ata ti është e vërtet që kime pas dhimbje, mirë po ata kanë me u banë suksesshëm. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.